Shoqata antikomuniste e ish të përndjekurve politik dhe përfaqësues të shoqërisë civile protestuan këtë të njëjtë pranë burgut të Spaçit kundër projektit të restaurimit ndërmarrë nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. Sipas aktivistëve, ndërhyrja po shkatërron memorien dhe është përpjekje për të fshirë historinë e ish burgut të Spaçit. Kryetari i të përndjekurve antikomunist Ethem Fezollari kërkoi që të zbatohet një projekt restaurimi që nuk prek identitetin e burgut të Spaçit. Në të kundërt do të vijohet me protesta. Jemi mbledhur sot këtu për të sensibilizuar fillimin e punimeve që po tjetërsojnë identitetin e të vetmit burg që kam ngelur në Shqipëri dhe ky është burgu i Spaçit. Në emër të gjithë të përsekutuarve, ju bëjmë thirrje për sensibilizim. Kryeministrit, Parlamentit, qeverisë shqiptare, ambasadave të akredituara në Shqipëri, që të rimendojnë dhe të rivendosin një riparim të asaj natyre ku të mos bjerë ndesh me tjetërsimin e këtij objekti dhe duke pasur miratimin e atyre personave që kanë bërë me dhjetra burgje në këtë vend. Në protestë ishte edhe kryebashkiaku i Rrshenit Albert Mëlyshi, i cili tha se u kanë kërkuar informacion institucioneve në lidhje me këtë projekt për rikonstruktimin e burgut të Spaçit. I kanë kërkuar informacion në lidhje me çfarë janë këto punime, cili është projekti që ka për rekonstruksionin e ish burgut të Spaçit, kush e financon dhe cilat janë arsyet e kësaj ndërhyrje. Dhe në këto momente që flasim, jemi në pritje të një shkrese zyrtare nga institucioni përkatës. Në ish burgun e Spaçit po kryen punime që synojnë konservimin dhe restaurimin e ndërtesave ekzistuese, si një nga burgjet më të egra të regjimit komunist në vendin ton, por këto ndërhyrje sipas ekspertëve po cënojnë identitetin e objekteve. Deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim nga institucionet shtetërore për ndërhyrjet që po bëhen në burgun famkeq.